Nëse pini kafe në mëngjes me stomakun bosh, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Një filxhan kafe në mëngjes mund të mos jetë mënyra më e mirë për të filluar ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar filxhanin tuaj të kafes është mëngjesi i vonë. Nëse zgjoheni në orën 7 të mëngjesit, kafen duhet ta pini pas orës 9:30 deri në 11:30 të mëngjesit. Ja disa nga efektet që mund të ketë në trupin tuaj kur e pini atë me stomakun bosh. Mund t'ju bëjë të ndjeheni më të fjetur. Kafeja është një pjesë zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e tij sapo dilni nga shtrati mund të ketë efekte të kundërta dhe mund t'ju nxjisë gjithashtu ndjenjën e ankthit. Trupi juaj do të humbasë minerale thelbësore dhe gjithashtu do të keni edhe një dëndësi më të vogël minerale të kockave. Kjo saboton edhe thithjen e mineraleve detyre. Stomaku juaj mund të shqetësohet dhe të krijojë gjithashtu edhe probleme të cilat ju shkojnë edhe më shpesh në tualet.